Duhet të shtu konkurencën edhe këtu, duhet lehtësimi, unë mendoj që ka gjyqtar që drejtojnë takimin në mënyrë shumë profesionale, ajo pjesa dhe ajo që është me rëndësi, shini shumë shpesh, shini që ato inatet e arbitrit brenda sekonde, i drejtohet një lojtar ky kur kthehet, nuk kthehet me ja skjarru ati, po kthehet tu i nxjerr kartuqin e verdh ndaj atij se thot diçka nga mbrapa, dëgjon ndonjë fjalë ose qohet nga banka, pensojmë trajneri i dytë apo mjeku, diçka don ndonjë fjali, qohet puna e parë i drejtohet atij me karton. Na jemi të gjithë pjesëmarrës të një takimi dhe komunikimi në nivelin pedagogjik duhet me qenë gjithmonë prezent. Po. Por pak kemi ato seminare të përbashkëta që mundsojnë të kemi më shumë kolegialitet, që kemi atë pjesën e korekcisë sportive dhe me sportivitet me i pranu. Nuk është kartoni çdo gjë. Nuk është se kartoni sjell tension, kartoni sjell pakënaqësi, kartoni sjell edhe shumë pasigurim brenda klubit. Unë po them, unë Bahar Maliqin e njoh shumë mirë. Nuk e ka meritu Bahar Maliqi me u largu nga ndeshja, e kompan ndeshje. S'du me me vlerësu referin me qëllim. Por ajo ndeshje që ka i nate në momente, duhet arbitrat me iloni natet edhe me drejtu takimin, jo me gjyku. Nuk gjykohet, po drejtohet. Drejtohet tu i respektu regula. Po, Lavt, a ka vënë ndërheqje Lionel Meti edhe nga kjo ndeshja? Jo, më duket në varësht, ka ndryshu ç'është e kom një farë. Për herë të parë po ndodh kjo. Kush duhet të jetë, kush ka qenë varë? Është i varit, është i pari. Ka qenë